Buongiorno njerëz, buongiorno. Ora 9 të mëngjesit, unë sa dola nga dushi, kështu situata. Që kur jam kthyer për vit të ri, që isha në Shqipëri, jam çmend duke e kërku këtë. Sa e kisha bletë të re? Edhe ju që më pyesni çat ka nimu për fytyrën, nuk e di as vet. Ama e di që kjo më ka nimu. Kjo Exfoliate by Paula's Choice 2% çaleshin e ka më kjo po. Kështu 2%. Edhe e kam pas fut tek qizmet. Nuk e di as vetë se si pse, e kam pas fut tek qizmet. Edhe dje duke dash me vesh qizmet, doli ky. Bashkë me kremin. Kam shku kam bler 700 krema, më doli një ri pa përdor. Fytyra kur përdor këtë Exfoliate, fytyra duhet jetë e thatë, 100%. Disa pika, jo shumë, edhe kështu. Ta len fytyrën super të butë. Mbas asaj, Neutrogena Hydro Boost, kremi imi preferum, hidratues. Edhe me pak fjalë Crush Skincare, që përdorin Jess and Dark. E kur do qoftë. E kam thjeshtu shumë. Na erdi vitiri, Tu jemi në pranin e Lisës sot. Sot Lisa do haje trileqe, që e kam bo vetë, me durët e mija. A kishte me bersukush? Moza të të Jo, e ka bë Moza, një përshëndetje speciale për Moza. Haj Moza! Moza, për të ashtë të marrë trileqen. Moza sultjash që duha të provoj për. Moza e banë mija në sultjash, si. Edhe më patë shku menja për trileqe, po kam përtu ta bëja. Qa për i këto? Ma sei matto! Nemo, kuan perde me i manga. Asa gjamë, thu se si kam hangër një 10 copa unë dherin tash. Moza you are number 1. Arson! Amo vuole solo le coccole. Io non le voglio. Lisa e Leo janë bë shok. Kam i datë gjitha robot. Amore! Me leshin e Leos. No, po mbjen dhe tjetra ta shjec. Hec! Atëherë kemi ardhur këtu për me marrë një trasloku, ma poi c'è mracchio dentro l'acqua lì. Edhe kompjutri inshallah ban, se kam Edhe kompjuteri? Si, ma nuk është kompjuteri mirë i, però kam se në mrena. Gjithsesi kemi ngarku makinën, gjendja. Kjo është gjendja. Kush o mrena, Sola ka një gjë të keqe, për fatën e mirë dhe më tregoj se do të regjistroj, po ka një gjë të keqe që kur se thot atë shif se po bëj video. Se unë e kam nisë. Shif se është telefoni aty në piq. Dhe se karikët u morën me sukses, u futën në garazh, u kry çdo sa. Natën e mirë. Hello. Eccoci qua ragazzi. Here we are. Oh. Non ho il telefono, ce l'hai in mano. Il mio però dov'è? Hello. Make-upi, po make-upon sot. Woo! Gjithsesi gjithçka që anodhi sot në mëngjes ishte jashtë planit, se nuk ishte në plan që unë do ikja me marrë karriket, po nese. Edhe i vetmi plan do të thonë që kisha në mëngjes ishte që Lisa do vinte po te shtëpia ime, ama çfarë ishte plani? Sa tjetër. Po ja që planet ndryshojnë nga një herë. Tani po iki me taku ca shoqe, do iki te një qendër tregtare se më duhet me marrë disa budalliqe ushqim për maca, du me ble një palvath, du me marrë, çfarë du me marrë tjetër? Nuk e marrë mend se ç'du me marrë tjetër, po do sene. Edhe këto shoqet e mia jetojnë afër asaj qendre tregtare, thash, o njerëz, ata konat e qendrës tregtare, po Vesenianin duhet shkoj ta marr unë, sepse nuk e ka makinën, edhe kondicioneri s'po funksionon. Edhe unë se di pse kam vesh gjupe, se në krejt, vap 27 gradë, edhe unë me gjupe. Erdha tani te shtëpia e Janicës, edhe po pres dali, edhe tikim vërdallisna te qendra tregtare është Cindy. Pse mu gjitha shoqet më lajnë me prit? Pse? Unë kur njënën prej tyne se la me prit asnjëherë. Që si del si pjeshk. Qa po duket vetja? Mi hai fatto aspettare. Bisogna aspettare le belle come me. Kemi një problem, sepse Janica nuk din shqip.
Pero, duhet me jam mësu, pero, por, duhet me jam mësu, tash qa po i mësoj na Janit, se skrivi te grupi, Cindy, hajde shpejt, sa këzë ullire? Dajlo, sa këzë ullire, Cindy, hajde shpejt. Hajde shpejt, vini veloce. Hajde shpejt. Sai come si scrive? Hajde shpejt. 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 Come si scrive shpejt? No, la H, Ah, ma dove la devo ficcare sta H? Shpejt. Ah, shpejt. Brava. Oh, raga, cioè, troppo brava. Cindy, hajde shpejt. Do t'ja mësojmë sepse di cili është problemi, kemi edhe come on. një shoqe tjetër rumene, Aleksandra, edhe e din më mirë shqip se kjo. Se kjo budallja jonë. Come stai vestita, capito Hai qualcosa? capito cosa ho detto? Ho detto che Ho capito Alexandra che c'è sta Alexandra. meglio di te l'albanese. Questa è una Allora. competizione adesso! Tic, tic. Hello! Ciao! Ja ku kemi edhe Cindy tani. Isha duke fol për faktin që Janica nuk din shqip. Edhe ky është një problem. Edhe po thoja që Aleksandra, që është rumene, din më mirë shqip se kjo. Super cute, super hot. Tani, po nalemi te Burger King do ham diçka. Cindy do pije kafe sepse ka hunger. Pim kafe, spiriti, zemra ime. Asha se I din do fjalë. Brava. Gira ta që kam mësuj ka fush. Cindy. Ma jep. Është e turpshme, a e ka ftyrën si e turpshme, Cindy e ka pak. Edhe unë e kam shumë qef për përzijet. Cioè, io devo prendere il mio gelato da qui dietro perché sto tenendo il telefono. Buono. Devi chiudere. Ciuccia. Hi guys. Hi guys. Vero, il mio gelato è stra buono. Buono. Cindy, tyra kursimit me kafe. Ora po paguajta unë, po ti vje esagerare. Her tjetër, daj lascia perdere. Si. Hajde Cindy, pak shërbim, bona, pak shërbim. Sabedera. Amo, è sensuale, ma non lo devi toccare. Mentira. Non va? Eccolo. Shpejt. Jani, me 22 maj ka ditëlindjen, mund ta festojmë këtu. Shumë urime. Shumë e bukur. Ai, shkon. Nuk është as e madhe, a? Masa më. Shumë e bukur. Gjelau me çantën e Arsolit. Wow. Asi sa nuk po gjejmë këtu te Pelicari, prej pa lidhje. Very basic, very cutesy, very demure. Come back, please come back. Gjeta këto jeanset, do t'i provoj tani, janë 32 shi, kam frikë se nuk do m'zeje. Janë kështu. Po unë do i provoj gjithsesi. Ma nuk më rishit bukur, ta shohim si po I rrinë. Se këto jeans, ja? I kam marrë këtu. Wow! Mi piacciono. Shik se rrinë ma mirë. Po. Shumë mirë. Shumë ma mirë. Aha. Se i rrinë ma mirë, jo ti. Ka komsha Janica. Po të keqen e blusës. Si rrinë super, beto. Po. Moda e 2004-s. Yll bote. Kona po nej performance. A të lutem shumë. Ni. Lypse ki me gjet. Ja ku erdhi. E gjeti gjupin. Ku I ke trut, ku I ke ment? Erdhi një grua edhe I tha Janicës, me tha, na tha ne, shiko se m'duket se keni hy me gjup, po keni dal pa gjup. Edhe kjo budallja jone kishte harru atje te Taliwell. Edhe kështu që shkoj e mori e gjeti fatmirësisht, kështu që mund të rrim qetë, tani Cindy mund shkoj me provu. Po pritme se s'ka marruar. Ah, okay. Sorry. Isha duke u zan me bluzën e I thash, ma merr ti e mori për 2 sekonda. Thanks, zemër. Unë nuk jam edhe aq e shkurt, betohem. Jam 1,64. Jani, quanto sei alta te? 1,70 është Jani, kështu që janë ato 5 cm që e bëhen diferencë nga një herë. Pra ne kot s'kam thënë unë që duhet me gjetë burrin 1,90 e sipër. Këtu te ky qendra tregtare është ky dyqan I Hemisfero, kështu edhe ka shumë sene. Edhe unë erdha me marr vas, se zakonisht I marr këtu vaset. Ama nuk ka asnjë vas që më pëlqen mu.
Kam pas një palvat të bukur që mi ka pas dhuru Sofia. E kam humni. Edhe kështu që tani më ka ngel veç një. Edhe tani po kërkoj vath tjerë, po vath tjerë s'ka. Si që du unë. Problemi madh. Problemi madh. Pikë halli tjena. S'ka me razan gjumi sonte. Si përfundim, po vërdallisemi, po sen si jemi t'u ble. Përveç se me hyte i për i tani. E me ble ushqim për bebat e mi. Fëmija em. Edhe Jani ka ble një unaz. Super cute. Purtroppo è nel medio, ma perché non lo ricorda nessuno. Ashtu thanë që askush nuk i dhuron një unaz. Nuk i dhuron kush unaz, dhe kështu që po e vend të gishti mesit për momentin. Nëse dikush për jush të pa video në randa shuri me Janicën, fatevi avanti. Ju dërgojmë adresën, dërgojmë adresën, edhe nis një dhurata. Centesimi. 40 e pagamento. Cash money bling bling. Brava! Ritirare la spesa. Hets lui komt. Ciao! Paci! See you soon! E di sa që di që me duket? Edhe e di që ka shumë eko, edhe me shumë mundësi më gjën shumë keq, ama këto janë kushtet. Desha me thamë veç një dy fjalë. Po, kam ndru shtëpi edhe më duket shumë e çuditshme, normale, sepse në këtë shtëpi kam plot kujtime, ama fillimet e reja bëjnë gjithmonë mirë, edhe i bëjnë mirë gjithkujt. Është e çuditshme, ama jam edhe e lumtur në të njëjtën kohë, jam e lumtur në kuptim që e di që gjithmonë e ma mirë do bëhet. Se ashtu tipje kam menjen edhe ashtu shpresoj që gjithmonë e ma mirë të bëhet. Edhe do bëhet. S'ka ka shpër. Kur e menoj që në këtë dhomë jam rrit, më duhen një 2 minuta me konceptu që nosha një fëmijë tjetër tani do rritet te kjo dhomë. Ama në rregull. Tani do ikit te vllai im për darkë. Me të vërtet e di që duket bajat, e di që duket kot, por është e vërtet. Duhet të menoj senet bukura që do vinë. Cosa vuoi, pimple patches? Vuoi pimple patches? Ma metti quelli con le stelline, va di moda adesso puoi usare i pimple patches. Mangiatevelo. Aurora, uscì c'è una capa, senet mira. Il forno era caldo quando le Butti un po' di pomodorini. Così. Poi tomate. Thanks. Has mâncat tu hunger? Come se me cane mangia. Și ce giupi ca mun? E și ce giupi ca vesh mami? Și Aurora nuk ka marrë sente dora. Edhe ky e han. Basta. Të isha me djetë, ama tani do provojmë këtë mus marka Perugina. Por, është mus. Mus, do me thanë që është si tip shkum, edhe supozojt të jetë e letë. Të hanen fillon djetë. No, si të hanen fillon djeta. It's the next day, nëse se kishe marrë vesh. Edhe këtu kemi një diçka të veçantë. Një diçka shumë të mirë. Byrek! Lisa, si shoqe shumë e mirë që është, sot në gjes, mori në telefon. Edhe më tha, apo vjen me marrë byrek? Se të kam bë byrek. Edhe shkova me marrë byrek. Me atëra se qova edhe te puna, se shkova në orar që kishim me shku te puna, ram dakord kështu që me atëra ta çoj edhe te puna. Edhe u ktheva pastaj, e tani do ha byrek. Atëherë ka një problem Lisa në fakt. Ka një problem të madh. Sa i mirë duket. Lisa ka një problem që nuk i hedh mjaftueshëm krip seneve si që kam qef unë. Tani në fakt kripa është e sakt, jam unë që e teproj, besoj. Sa kisha dash me e ba unë këtë lloj jete kështu. Tani do testojmë byrekun e Lisës, por do i shtoj pak krip, do testojmë. Në fakt është rren, se nuk do i testoj sepse e kam testu. E kam hangër një copë ma përpara. Më desh mu me avu bus kushin tani. Lisa, faleminderit, i shumë e mirë. Po dalë takoj kushinën time. Do pritoj me u vesh, edhe do vishem qatë ndali para. Që të rikomode, edhe një hudi sipër, se pasaj s'merret vesh me këto temperaturat. Edhe këtë hudin, sepse mu sot është me u duk si rrugaqe. Shnet. Shikojni sa kjo duke ndritat që mi ka vu vllai, edhe mune me i ndru me telefon. Ja ta tregoj. Shife. Edhe këtu favorites, color card, edhe unë zakonisht të lej kështu. Edhe mund është me i bë shumë stile tjera, normal. A nuk duket extra cute? Mungon këtu një abazhur, duhet me ndru, se pak si palidhe duket ashtu, do ta gjejmë edhe atë.
Qetso, si jetu më stresu tash. Dikur kam pas 700 palët lete, edhe i ndroja gjithmonë. Këto vitet e funit nuk e di se çam ka gjet. Një palë kam. Kam një palë Air Force që i përdorin për liçmëri, edhe një palë Alexander McQueen që i përdorin në një rast pak më kështu. E më bë minimaliste. Po s'po më pëlqen hiç make-upi. Edhe një ti make-up është. Ua, kjo makina ime ka nevojë për një lavazh serioz. Lash nam. Me kanaçe saknej sanej. Skandaloze. Coca-Cola semplice. Si fa uscire fuori? Uno. Wife. Aha, alla. Zuar. Zuar. Eagle me vaj, guarda. Eagle Mobile, non è Eagle Mobile, è Golden Eagle. Eagle Mobile. Golden Eagle, oh Huti. Oh robot. Pasticcini, sapo ku e bajnë edhe kutin. Po të bajnë 2000 €. Kjo është me caramello salato e nocciola. Vuoi tipo është si tip cheesecake, po dieta këtu. Questo cos'è? Ndoshta kjo është me fruta pylli kështu. Edhe krema. Janë ato drezat e mira këto ma. Ma per Bimbum Banzer sto usando numero 1, suo Valentino.